Përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur ngjarjet më të fundit. Ditën e diel, konkretisht ditën e djeshme, keni qenë dëshmitar të një debatit që ndodhi në trotuar mes Xhenetës edhe Sarës, dy modele të cilat akuzonin njëra tjetrën. Por ka nga ata që u ka ikur ky debati, unë dua ta komentoj sepse tek Xheneta shoh një lloj xhelozie për suksesin e Eglit, për suksesin e Gjestit dhe me patjetër dëshiron të jetë në qendër të vëmendjes dhe mendoj kjo situata e solli punën deri këtu. Xheneta akuzoi Sarën se ka komunikuar me një djalë, gjatë kohës kur ky i fundit ishte në një njohje me të. Ndërkohë Sara e mohoi këtë fakt. Diskutimi mes tyre vijoi me tone shumë të larta. Ti o Sara, pse u shkruan çunave që janë në një datë apo në një marrëdhënie me një gocë? Po flas për një rast konkret mes mua dhe asaj, Sarës. Sara i thot, çfarë rasti të ka ndodhur? Xheneta thot, sepse këtu po bën moralisten, kur ti gjatë verës vitin e kaluar i ke shkruajtur çunit me të cilin ke qenë në njohje. Sara i thot, cili është ai? Xheneta i thot, ti e di se cili është, se nuk është fytyrë publike. Sara i thot, ose duhet të masjarosh me mua tek e për tek. Xheneta i thot, të kam thënë, po se po i shkruan. Në rrjetet sociale më ke komentuar dhe sa herë më ke par live, ke qenë e dashur, ndërsa te pishina, që ti e di më shumë më së miri rastin, ke shkuar dhe i ke shkruajtur. Sara i thot, më fal, kush ka qenë me ty sepse nuk e di, të kem qenë unë. Xheneta thot, nuk ka qenë një lidhje me mua, ka qenë një njohje. Sara, kur ai më shkruan i pari, nuk kam nga ta di që ai pas ka qenë në një njohje. Do thënë Xheneta po mundohet të bëhet pak xheloze në këtë raportin e gocave dhe po mundohet të nxjerrë në dritë shumë gjëra. Dhe në këtë rast Sara po mundohet të bën këtë namin. Unë mendoj që Xheneta këtë historikun e futi kot në trotuar, vetëm e vetëm të merë ca klikime, sepse Egli tashmë është në qendër të vëmendjes, e dashura e re e të dashurit të Xhenetës, le t'i quajmë kështu, dhe ka një lloj konflikti apo një lloj zënkeje mes të dy gocat që po luftojnë për njëra tjetrën, po japin suport njëra tjetrës dhe po japin forcë njëra tjetrës për të qenë në qendër të vëmendjes. Çuditërisht Egli nuk merret fare me Xhenkin, do të thonë nuk e komenton hiç, nuk i jep vëmendje, nuk flet për të, ndërsa Xheneta në të gjitha rastet po mundohet për këtë gjë. Tani ne që kemi komentuar këtë situatën pse Xheneta merret me Eglin, sikur Xheneta është larguar nga kjo pjesa dhe nuk dëshiron fare të flet në këtë mënyrë dhe për këtë pjesën unë kam qenë gjithmonë koherent, kam qenë gjithmonë i vërtet për të treguar lajmin dhe për të dhënë mendimin tim. Dhe unë mendoj që ky debati, që më pas u hap si debat shumë i madh në trotuar, do me thënë filloi të komentohet edhe nga panelistët e tjerë të cilët ishin të ftuar ditën e djeshme, ku filluan të gjykojnë Xhenetën përse ti përdor informacione të dikujt këtu dhe mundohesh të marrësh klikime nga jeta e dikujt tjetër se çka ka fol në privatësinë e saj. Xheneta është stoike për të luftuar debatet, është e qëndrueshme dhe kjo pjesa gjithmonë e bën situatën edhe më interesante. Por unë mendoj që Xheneta këto reflektimet, këto acaret i ka në kuadër të asaj që Gjesti dhe Egli nuk po merren fare me Xhenetën, ndërsa Xheneta besoj që mendonte të kundërtën, që në momentin kur Gjesti dhe Egli do dalin nga Big Brotheri, do të kenë replay për atë që Xheneta ka thënë apo për atë që Xheneta ka bërë, kështu që Egli dhe Gjesti se bën dhe mendoj ky është momenti që e ka vrarë pafund Xhenetën.